Mirë, jemi kthyer në ndeshje, për çfarë do të flasim sot, Erion? Sot do të ndeshemi për një çështje shumë të rëndësishme që është një pushtet i tërë, pushteti vendor. Po. Dhe pushteti vendor tani nuk e di se ku është, se s'di ç'a territori ka dhe gjithë sherrri aty është. Janë mbledhur gjithë kokat e mëdha të kombit dhe po diskutojnë ç'a t'i bëjmë pushtetit vendor. Edhe ne do diskutojmë me kokat që kemi miq të emisionit për këtë çështje. Faik Basha, miku i dashur, Arbiz Gjerda, faleminderit. Vjen për herë të parë në studion tonë Eduarda Bazi, faleminderit që jeni me ne. Dhe mikun i vjetër që pati i keq e ka erdhur që ta dashuroj pushtetin vendor. Megjithëse pushteti vendor s'do asnjë. Agrona Xhimali, faleminderit që jeni me ne. Faleminderit juve. Tani çka ka ndodhur një herë pse zihen ata kryetarët e komisionit si kalamajt e kopshit? Po pra çfarë ka ngelur pas zgjidhur në pushtetin lokal që duhet ta zgjidhin pas kaq vjetësh? Pse është kjo çështje kaq e nder? Ka shumë gjëra për të zgjidhur pushteti lokal, sepse nëse pushteti lokal dhe qendrori do t'i kishte zgjidhur siç duhet, qytetarët do ishin në bulevard. Nëse pushteti qendror dhe lokal do kishte punuar siç duhet, Shqipëria do ishte në Evropë shumë vite më përpara. Nëse të dy pushtetet do ta kishin organizuar punën e tyre në rregull, sot nuk do të kishim fëmijë pa shkollë, rrugë të pashtruara, shkolla të mbyllura, fshatra pa lidhje. Unë se kuptoj këtë përgjigje fare. Po, çfarë përgjigje do të dhe unë të përgjigjem drejt për drejt ty. Jepi, pyetje ti. Pikërisht atë që pyeta që në fillim, ja duhet pyet zotin Abaz. Përse kjo situatë e vendorit është mbas kaq viteve demokraci ende pa zgjidhur? Kush e bëri keq në fillim dhe pse u moleps deri në këtë formë që ne duhet t'i japim sot zgjidhje? Kur nis keq që në fillim, kuptohet të shkon me kokolepsi. Do thotë që përgjegjësia është e dy drejtuesve të klasave të majtë dhe të djathtë, të cilët her pas here kanë bërë mekanizma ose kanë gjetur mekanizma për t'i shërbyer vetes ose klaneve të caktuara të tyre dhe jo për t'i shërbyer qytetarëve. Po konkretisht? Konkretisht. Ka qenë një ndarje territoriale më parë, para 2015-ës, që ishte me 345 njësi vendore. 308 komuna, 65 bashki, 12 qarqe. Në kushte të tilla, secila nga qendrat administrative